Banorët e lagjes Naçi në fshatin Mbyet po përballen me mungesë të vazhdueshme të ujit të pishëm, duke u detyruar të blejnë çdo ditë ujë për nevojat familjare. Banori i zonës, zoti Todi Naçi, shpreh se kushtet janë të vështira pasi dyqani më i afërt ndodhet larg dhe çdo furnizim bëhet me shumë vështirësi. Përpjekjet për të siguruar ujë nga burime alternative nuk kanë dhënë rezultat. Sipas tij, pusi i ndërtuar nga vetë ata përmban ujë të ndotur që as pak ditë nuk do ta konsumonin, thot ai. Asnjë çezë pik ujë. As për të larë, as për shplar. Blejmë aty te dyqani, kush na bie se ne zëli dot. E hedhim në depozita, mushim dushin sa për të larë çiksuratin. Lagja jo s'ka. Thanë që do bëj depozicion, do bie ujë këtu. Bëjmë një depozicion aty sa për një 5-6 lagje, ashtu veta, edhe këtu të ne se për një depozicion. Kemi vajtër të usjezi, ka thënë da rregullojmë. Unë jam 92 vjeç, nuk mbaj mend të kem pat në një ujë. Para votimeve, për të bërë rrugën, për të hapur. Edhe se qa u ben me tubeve, se qa si ben, se qysh, se tek, nuk e dim. Ata ndeja kam ujë, ne vetë tu s'kemi. Vetë e blej një unë, kam zirë një gjitha ato bidona tjerë, do t'i hecë poshtë, t'i marrin ato të plerave. Kush do me marrin, neve 2 pleqeri jemi. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse për të garantuar furnizimin me ujë të pishëm dhe përmirësimin e kushteve jetësore në zonë.